Albjola Radimi, urime për detyrën e re si nga ish futbolliste e Vllaznisë, tashmë zëvendës trajnere. Faleminderit. Shpresoj që të bëjmë më të mirën për ekipin, është një përgjegjësi më e madhe se lojtare thjesht trajnere. Pavarësisht se unë kam luajtur portiere dhe ka kënë përgjegjësi edhe ai pozicion, po besoj që trajneri ka më shumë përgjegjësi se do të jenë afër kanë lojtarëve, do t'i mbështesin, do t'i japin më të mirën për ta. Dhe stafi drejtues më ka ofruar këtë mundësi dhe stafi teknik më kanë ndihmuar jashtë macet edhe besoj që unë t'jap më të mirën. Do të punoni për krah dy emra të njohur si trajneri i parë Nikolin Leka, që është futur në histori 11 kampion i Shqipërisë si individ, dhe Rexhepi Fabioli, trajneri juaj më i parshëm i portierëve. Të dy ishin trajnerat mi, jam shumë e lumtur edhe jam shumë e fat që jam të punuar me këtë staf. Dhe besoj që për krah profesor Nikolinit do të marrë shumë, sepse është një trajner shumë i njohur, ka marrë shumë kupa, medalja dhe ka dhënë shumë për këtë ekip dhe besoj që edhe do të marrë një eksperiencë shumë mirë nga ai. Ke kanë pjesë historisë ladishme të Vllaznisë pozicione të ndryshme, si të kanë momentet tuaja më të veçanta, kujtojmë që keni qenë edhe si Sinan në fushë shpeshherë. Momentet e mia më të veçanta e dini dhe ne isha më e bukur edhe më e vështirë dhe më e veçanta është ajo që unë kam luajtur shtatzor me djalin tim, edhe mendoj që atë do ta cilësoj, po gjithsesi çdo neshë ka kanë e bukur me Vllaznin, çdo trofej, çdo medalje, çdo kupë, kanë shumë të rëndësishme dhe shumë të bukura për mua dhe do t'i ruaj gjithmonë kujtesën jetën time. Kjo takon 6 vite më herët kur u shpallet kampion në Vllaznin, djali tashmë është rritur. E ka mësuar këtë kujtim tuaj? Po, e kam mësuar dhe medaljen që unë kam marrë atë ditë, unë e kam ruajtur si një medalje të veçantë dhe ja kam ruajtur atij. Dhe këtë vit unë isha afër ekipit edhe do ta cilësoj që shkova me neshën e Vllaznisë dhe djali im mori një medalje tjetër nga presidenti i ekipit edhe ja dhuratë i tha që kjo medalje është për djalin tan, që keni dhënë një kontribut të veçantë dhe këtë do t'ja dhuroj atij dhe unë kam medaljen e 2020-s dhe këtë medalje këtij vit që ja ka dhuruar presidenti që ruajt djalit tim. Vitet bën punën e tyre, pas djalit ka ardhur edhe vajza, tashmë djalë dhe vajzë në familjen tuaj do të jenë pjesë e futbollit apo ka pasione tjera? Unë do t'ja lani dëshirën e tyre, pavarësisht se më pëlqen shumë që ata të merren me sport, se sporti i edukon fëmijët dhe më pëlqen sporti normal për fëmijët e mi, por do t'ja lani dëshirën të tyre. Dhe diçka për skuadrën, Porta, sa garanton me sa keni parë këto seancat e fundit? Po besoj që stafi drejtues ka bërë shumë mirë me çdo afrim që ka bërë dhe Porta, siç e shihni, janë dy portiere shumë të mira, është edhe një portiere e vogël shumë e talentuar dhe besoj që do t'japin më të mirën dhe ne shpresojmë që të marrin një kualifikim dhe pse jo të shkojmë më larg me ekipin, sepse kemi tana mundësi. Deri ku mund të shkojë kjo Vllaznin? Po shpresojmë që të shkojmë deri në grupe ashtu si kena bërë një histori më përpara. Faleminderit.